për Shqipëri. Harxhi, ju keni vuajtur veçanërisht Partia Demokratike, duket sikur keni vuajtur talentin e madh të kryeministrit Rama dhe të Partisë Socialiste për propagandë. Madje kur është e vërtet, as nuk po bëj ironi me thënë drejtën, dhe kur, sidomos kur shfaqni librin e punëve të mira apo korridorin e kujtesës, aty kuptohet se në fakt ka pasur një ndikim të drejt për drejt opozitës sotme në atë standard jetese që shqiptarët kanë njohur. A ju duhet gjithë kjo punë me program edhe juve dhe PL-s, apo mjafton t'i thoni njerëzve që në 12 maj mund të keni sërish Ramën, kështu që thirrini mendjes? Dgjoni, unë shoh për herë të parë mbas shumë vitesh frymë reale në takime me qytetarët në gjithë sharkun e Tiranës. Dhe e kam thënë edhe më përpara, Flavio, që Partia Demokratike dhe opozita fiton gjithmonë me frymë kur ka frymë. Kë frymë është frymë anti-Ram, por është edhe frymë besimi tek ne. Kështu që programi është shumë i rëndësishëm. Unë nuk mendoj që ne kemi vuajtur ndonjëherë propagandën banale, vulgare të Edi Ramës, i cili për mua, t'ju them të drejtën, nuk ekziston, sepse vetëm dalje e tij në ato ekranet e kompjuterit të tij çdo mëngjes tregon që ai nuk merret me asnjë punë tjetër përveç se veten e tij, për të mbajtur veten e tij në pushtet, individualisht për të mbajtur pushtetin, sepse i friksohet asaj çfarë mund të ndodhi në 11 maj. Kështu që për ne libri i punëve të mira apo të gjitha botimet e tjera që kemi nxjerr propaganda që jemi munduar të bëjmë, që nuk është propagandë bolshevike, këtë duhet ta them, por është thjesht një mënyrë marketingu politik e programit ton elektoral dhe asaj çfarë ne kemi ndërmend të bëjmë, janë tezat tona në mënyrë të drejtë për drejtë për qytetarët shqiptar, se çfarë do të ndryshojë, që Erisa i sqaroi shumë mirë pak më parë. Dhe ne nuk kemi nevojë, nuk ka nevojë fare për ne që ne të mbulojmë banalitetet e Edi Ramës apo dikujt tjetër që s'dua ta përmend emrin këtu, në atë kontaktin e tyre të përditshëm online, pikërisht për t'i mbuluar këto, pra për t'i treguar qytetarëve që ne jemi ndryshe. Qytetarët shohin seriozitet tek ne, dhe pikërisht këtu lind edhe fryma. Natyrisht që këtu ka të bëjë shumë edhe gjendja në cilën është vendi, sepse mbas 12 vitesh i rënuar në këtë formë, është e padiskutueshme që çdo kush, jo vetëm të djathtët, jo vetëm elektorati i gri, por unë shoh takoj shumë të majt, të cilët kërkojnë rotacion, kërkojnë ndryshim, dhe kërkojnë natyrisht që diçka të rregullohet në këtë vend përtej mashtrimeve të Edi Ramës me pasaportën europiane. Dhe këtu doja të ndaloja një moment për arsye sepse e shoh ajo është propagandë boshe, pikërisht, është mashtrim i pastër pasaporta europiane. Shqipëria ka 12 vite që është në vend numëror për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian. Vetëm përpara 2 vitesh ne arritëm që të hapnim 2 kapituj të negociatave, të cilat tashmë kanë ndaluar. Dhe e çuditshme është, Flavio, që asnjë nga mediat përveç Syrit nuk e thot këtë gjë, që negociatat me Shqipërinë kanë ndaluar që përpara 2 javësh. Nga ana e presidencës